Aleka, jam 22 vjeç dhe vi nga qyteti i Lushnjës. Kam mbaruar studimet e larta në degën higjiene dentare pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Por, aktualisht punoj si social media manager në një kompani programimi. Kam ardhur në Miss Universe sepse ka qenë ëndra ime që në fëmijëri dhe shpresoj që Miss Universe të më realizoj këtë ëndër dhe pse jo, të nis një karrierë në modeling. Përshëndetje, jam Besara Berisha, jam 18 vjeç, studioj në Gjimnazium Muslim Keta. Jam apasionuar mbas sporteve. Marr pjesë në Miss Universe Albania për një eksperiencë të re dhe pse jo për të fituar. Fitoft më e mirë. Jam Lorena Brudufi, jam 18 vjeç dhe vi nga qyteti i Kavajës. Studioj në Gjimnazin Aleksandër Mosiu në Kavaj. Kam ardhur në Miss Universe për të plotësuar ëndrrën time dhe dëshirën e familjes time. Përshëndetje, unë jam Samira Hyseni, vi nga qyteti i bukur i Kosovës, Prishtina. Kam përfunduar studimet e larta për infermieri dhe arsyeja pse kam ardhur në Miss Universe Kosova është që të sfrovoj veten time dhe të fitoj. Përshëndetje, quhem Gjyri Ziskua dhe jam 21 vjeç. Studimet e larta i kam nisur për punë sociale dhe arsyeja sepse jam pjesë e Miss Universe është sepse dua t'i plotësoj vetes time të vogël dëshirën për të qenë pjesë e botës së modës. Një arsye tjetër sepse jam pjesë e Miss Universe është sepse kjo eksperiencë do të më hap dyert të reja në botën e televizionit. Përshëndetje, unë quhem Thea Elezi, jam 23 vjeç, kam lindur në Tiranë, por jam rritur në Toronto në Kanada. Unë jam në vitin e fundit duke studiuar shkenca kompjuterike dhe biznes. Një nga arsyet që kam ardhur në këtë kompeticion është sepse duke jetuar jashtë Shqipërisë, njerëzit gjithmonë kanë parë gjykime kur i them nga vi dhe unë dua t'i tregoj me këtë eksperiencë që Shqipëria është shumë e bukur dhe njerëzit janë shumë të mirë. Përshëndetje, quhem Lulisa Kateshi, jam 19 vjeç dhe vi nga Tirana. Aktualisht jam studente e vitit të parë në Akademinë e Arteve për Graphic Design. Frymëzimi im për të ardhur në Miss Universe është kushërira ime, Matilda Mcini, e cila ka fituar Miss Universe në 2008.
Përshëndetje, quhem Deborah Kebej, jam 24 vjeçe dhe vi nga Italia. Studioj për gjuhë të huaja dhe kam ardhur në Miss Universe për të plotësuar një ëndër që kam pasur që e vogël.